Në analizën e operatorëve turistik, maji i këtij viti nuk ka asnjë lidhje me atë të vitit të kaluar sa i takon pranisë turistike në qytetin bregdetar të Sarandës, ndryshe nga muaji prill që dha një nuancë pozitive. Kështu u shprehu kreu i turizmit për Sarandën, Arben Çipa. Shqyr që po ikëm pranvera për arsye se na rezulton si një sezon i cili nuk ishte shumë produktiv në lidhje me numrin e turistave, ose ajo kategori e cila e kaloi të periudhën e pushimeve të tyre në Sarandë, ishte kategori e cila nuk ishte fort e mirë për sa i përket konsumit të një turisti mund ta quajmë. Duhet të theksoj se muaji prill pati një nuancë pozitive rreth një javë gjysmë apo diku te 10 ditë, pastaj pati një rënje e cila na surprizoi. Është një periudhë që në fakt ne nuk është se presim çuditëra të mëdha, por krahasuar me vitin e kaluar, eksaktësisht kjo periudhë ishte shumë herë më mirë vitin e kaluar në krahasim me këtë vit. Pra, nuk jemi në gjendje që të bëjmë të arsyetojmë dhe ta vlerësojmë cili ishte problemi jo nëse ekziston apo jo, por mendoj se edhe moti lozi rolin e vet padyshim. Nëse do flasim për çështje çmimesh, nuk bëhet fjalë, për arsye se kjo është nën kontroll tashmë, por ky ishte rezultati. Po çfarë prognoze ka për hyrjen në muajin qershor? Analiza ka dy pista sipas tij, sinjalet e mira që vijnë nga operatorët turistik, ndërkohë që ardhja e turistëve të pavarur mbetet në barësi të linjave detare me Korfuzin. Duam të besojmë, referuar operatorëve po flas tash, duam të besojmë se situata do ndryshojë pasi fillon operimi i tyre i programuar, ndërsa për turistë të pavarur kjo mbetet për ta parë dhe një tregues shumë i fortë dhe është vendimtar është ajo e trafikut të linjave detare me Korfuzin, pasi edhe prurja kryesore për Sarandën është nëpërmjet Korfuzit, dhe kjo tregon se është në nivele të ulta akoma, por dua të besoj se pas datës 24-26 do të ndryshojë realiteti dhe këtë dua ta besoj dhe do duket kjo është diçka e pritshme me pak fjalë. Kështu që uroj të ndryshojë situata, për arsye se edhe sikur të ndryshoj 50% krahasimit tash do të jetë jo fort premtuese, le të themi, për industrinë e turizmit. Pasi siç e shikoni nëse ju do të merrni një plan të përgjithshëm, është ora 10 dhe do të shikoni të gjitha anijet turistike, le të themi, për turet e tyre ditore janë bosh. Pra nuk ka asnjë prenoncim. Do të shikoni punojnë vetëm pak skafe të natyrës në kosto, thjesht në kosto, dhe ky është realiteti. Pra, prezenca turistike nuk ka lidhje si vjet me atë të vitit kaluar. Lidhur me ndryshimet e ndodhura në infrastrukturë si në Sarandë, në Ksamil, Çipa thotë se investimet publike janë njësoj të vlerësuara nga kushdo që i shikon. Problem sipas tij mbetet eficienca e monitorimit dhe menaxhimit të tyre, sikurse dhe i shëtitores në lidhje me shërbimet e anijeve, skafeve turistike, si dhe vënia në lëvizje e gjithë aseteve nga pushteti vendor dhe nga subjektet private. Po Saranda është e gatshme. Ajo çka duket e bukur praktike vlerësuar është e vlerësuar dhe shifet me çdo lloj syri po njësoj. Kështu që unë po e filloj nga Saranda. Fakti që qyteti është një qytet i ri tashmë në lidhje me infrastrukturën, trotuaret, rrugët e tjera. Fakti që në Ksamil ka ndryshuar realiteti totalisht. Fakti që po merren masa për parkimin, për stacionin e ri të autobusave, që edhe kjo do të sjellë lehtësimet e veta padyshim. Pra nuk do ta përkeqësoj situatën e Sarandës, përkundrazi do ta përmirësojnë. Të gjitha këto padyshim lidhen me infrastrukturën, me situatën e qytetit, me gatishmërinë e pushtetit lokal apo edhe të subjekteve. Ne jemi të gatshëm, pra në të gjitha drejtimet shoh që jemi të gatshëm. Është çështje monitorimi tash, se si do monitorojnë këto punë, çështje se si do administrohet çështja e shëtitores së bashkisë në lidhje me administrimin për anijet, për skafet e tjera. Janë disa çështje të cilat lidhen me menaxhimin. Kjo duket nga të gjithë, do të duket nga të gjithë dhe do të vlerësohet apo nuk do të vlerësohet. Të gjithë faktorët që mbajnë peshë në turizëm tregojnë angazhim për të dhënë efektivitet investimeve të tyre dhe ato të përkthehen në rritje të standardit të shërbimeve, që do të gjejnë turistët vendas dhe të huaj, që do të zgjedhin të pushojnë në brigjet e Sarandës apo Ksamilit.